Pa dyshim e njihni aktorin e famshëm francez Jean Reno, po a e dini se nuk është ky emri vërtet i tij? Po, madje do t'ju them. Jean Reno nuk ka lindur në Francë, por ka lindur në Marok. Por, ç'është e vërteta, nuk është as marokin. Dhe tani po ju tregoj historinë e vërtet të aktorit të famshëm dhe shumë të dashur për publikun shqiptar Jean Reno. Si gjithmonë kushtojtu rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me faqen që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Jean Reno ka lindur në 30 qershor të vitit 1948 në Casablanca, pra të Marokut, një nga qytetet më të rëndësishme të të Marokut, dhe ka qenë shumë me influencë spanjolle si vend, por nuk përputheshin dhe pra spanjollët me marokinët dhe kanë patur këtë konflikt mijëvjeçar, si mund quhet, ose qindra vjeçar. Dhe Jean Reno lindi nga një familje spanjolle. Babai i tij, që ishte një daktilograf, nga ata që shkruajnë nëpër zyra, dhe e ëma e tij që ishte një robaqepse, ishin kundër Franciscos, që ishte ky Francisco Franco, që ishte generali i Spanjës ose diktatori i viteve 1900. Mbajti Spanjën nën kontroll, ashtu si që ishte Enver Hoxha për Shqipërinë apo Ceaușescu për Rumaninë. Të njëjtën gjë bëri edhe ky Franco ose Francisco për Spanjën. Dhe prindrit e Jean Renos nuk dëshironin që të rinin atje, pra në Spanjë, dhe u spostuan në Casablanca. Ishin njerëz me një fjalë familje shumë e mirë, shumë e lidhur mes njëri tjetrit dhe proletar. Me një fjalë ishin vërtet njerëz me kulturë. Dhe nuk u pëlqente, me një fjalë, ajo formë e diktatorit spanjoll. Edhe kështu u spostuan dhe ndejtën në Casablanca. Dhe aty lindi Jean Reno. Por ai nuk quhej Jean Reno, e kam shkruar sepse është një emër i gjatë, por quhej Juan Moreno Herrera Jimenez. Kështu është emri i vërtet i aktorit legjendar Jean Reno. Juan Moreno Herrera Jimenez. Pra, ose Jimenez. Ndonë se aty në Casablanca nuk ishte shumë shok, sepse nuk e vlerësonin si një vend, as po e vlerësonin si një spanjoll dhe e mbanin larg. Në fakt ai mësoi diçka aty, por sepse deri në moshën 12 vjeç ndejti në Casablanca. Mirë po, në moshën 17, pra 17 vjeçë, ai, sepse në Casablanca, për ata që nuk e din, ka pasur dhe influencë spanjolle, franceze, dhe me spanjollëve, francezëve dhe marokenëve, ka patur një moment trazire shumë të madhe, po thuaj se 10 vjeçare, pra mes njerëzve. Dhe ky ka qenë problemi kryesor që marokinët kanë patur këtë urrejtje, pra për evropianët. Dhe në moshën 17, pra, kur ishte 12 vjeç, më falni, ai u spostua, me fjalë familja e tij u spostua në Francë, pra Jean Reno. Dhe Jean Reno pati probleme të mëdha. Nga mosha 12 deri në 17 vjeç, tregohet që nuk kishte asnjë shok, sepse aty, si janë francezët, për ju që nuk e dini, francezët janë shumë, më falni për shprehjen, pordac. Unë kam njohur shumë, më falni që e them, por kam njohur vajza, disa shok kisha, të quajtur shok, por nuk kishin shok. Megjithatë, shokët e vërtet që ata që jetonin në Francë nuk kishin spanjoll, por ishin të vendeve tjera, si për shembull një hungarez, që ka qenë edhe vazhdon të jetë një shok i mirë, që prej vite kanë kaluar 40 e ca vjet, dhe jemi ende shok. Po thoshja që francezët kanë këtë mënyrë urrejtje, si mund të quhet, për tjerë, dhe u duket vetë sikur kush e di çfarë janë. Në fakt e kanë me të gjithë, e kanë me amerikanët, e kanë me italianët që thonë jo, sepse ne francezët e kemi bërë këtë modën, nuk e kanë bërë italianët e tjerë. Pse po ja u them këtë? Sepse kjo gjë ndikoi shumë në karakterin e Jean Renos. Në fakt ai saqë u mërzit shumë sepse nuk kishte asnjë shok. Asnjë shok, bile i pëlqente një vajzë shumë, por nuk i tha asnjë fjalë kësaj vajze. Dhe kam lexuar për këtë, kur ai ka treguar për këtë vajzën para ca kohësh,
i pëlqen të shumë dhe e keni parasysh, sikur një i ri, një adoleshent që i pëlqen një vajzë dhe nuk e ndërron atë me askën tjetër. Mirë po s'pati mundësi as t'i flasi dhe ajo nuk e njoh kurrë dashurinë e tij. Megjithatë ai vendosi diçka, vendosi që në moshën 17 vjeçare të ikte dhe të bënte ushtrinë. Sepse duke bërë ushtrinë si francez, vetëm në këtë moment do të bënte pasaportizimi që ishte gjë e rëndësishme në atë kohë. Ju e dini që nëse shkon në një vend dhe bën ushtrinë, merr pasaportën, si për shembull disa shqiptarë shkojnë në Amerikë. Më vin kështu informacione dhe po ja u them. Dhe ai kur ishte thash para se të bënte ushtar, mendoi për të shkuar ushtar, por ende nuk u bim. Por aty në mosha kur mbushi 17 vjeç i vdiqe ema dhe shënoi vërtet një depresion të thellë për të. Në fakt ai u mbyll në vetvete dhe pas disa muajsh vendosi pikërisht para që të bëhesh ushtar francez. Dhe kështu e morën dhe e rekrutuan për ta çuar me francezët në Gjermani. Dhe pasi u kthye, më në fund, sepse aty formoi karakterin, aty pati shok, aty u bë më i fortë edhe psikologjikisht dhe u kuptoi që kishte diçka. Kuptoi, kishte shok gjithandej, sepse aty e vurën re diferencën, me fjalë që jo ta shikoje nga larg, por kur e jetoje, kuptoi që ishte një njeri human, njeri i mirë. Dhe përveç se shënoi, por e rriti dhe atë, ndonse edhe të tjerë të flisnin mirë, për të në fakt në kurrikulumin e tij flasin që të gjithë mirë. E kështu ai kur u kthye mori pasaportën. Kur mori pasaportën franceze, vetëm në atë moment vendosi që mos të vendoste emrin, atë emrin e tij të gjatë që nuk e mbaj mend, por vendosi që të quhej Jean Reno. Dhe nga ai moment filloi jeta e tij krejt ndryshe nga si më parë. Në fakt ai filloi që të punonte shumë punë të ndryshme, por nuk kuptohet se si, por e donin që të gjithë, kudo që shkonte. Në fakt, një ditë në një teatr i tha dikush që të mund të interpretonte diçka sepse e shikonte në fytyrë që ishte shumë serioz. Dhe ai interpretoi në mënyrë fantastike, por nuk i pëlqente shumë teatri. Në fakt, nuk bëri shumë role nëpër teatre, sepse e quante kohë humbur. E pagonin pak, sepse nuk e pagonin kush e di se çfarë. Por një ditë, teksa ishte në një lokal, pra në një kafene, krejtësisht takon një regjizor të madh. Një regjizor që e pa dhe e kuptoi që kishte diçka ai njeri. Dhe nga larg ju ofrua, si e ke emrin, tha, Jean Reno. Unë tha, jam Luc Besson. Pra, Luc Besson, regjizor i famshëm. Dhe i tha, do të dëshiroja tha që ti të interpretosh ta një rol për një film që unë po bëj. Pra, Luc Besson kërkonte dikë që nuk kishte bërë asnjë film, që nuk ishte i njohur, por që ishte i madh, pra një karakter i fortë. Dhe i gjeti. Ky ishte karakteri që ai kërkonte. Dhe filmin e parë që bëri ishte Le Dranier Combat. Le Dranier Combat, një diçka e tillë, dhe pati sukses të madh. Nga ai filloi dhe filma të tjerë pasaj, Subway, The Professional ose The Professionist. Pastaj Ronin që padyshim e njohin që të gjithë me aktor amerikan dhe me aktorën e vogël amerikane etj etj. Dhe si përfundim, Jean Reno u bë një nga aktorët më të mëdhenj evropian, mos themi dhe një nga aktorët më të mëdhenj në botë, sepse ai kur filloi që të punonte pastaj edhe me kinematografin amerikane, nga aty ndryshoi jeta e tij përgjithmonë. Dhe Jean Reno, ndonse ai kujton gjithmonë jetën e tij kur ishte në atë kohë, me fjalë në Casablanca, dhe kur e quanin, që si mbaj mend emrin, Juan Moreno Herrera Jimenez, ai e kujton ende sot. Dhe thot, merreni me mend, tha njerë me shaka, sikur unë të quhesha me një fjalë Juan Moreno Herrera Jimenez. Nuk do ta mbante mend kush. Megjithatë, tani më thoni, kush prej jush ka parë filmat e Jean Renos dhe kush nga filmat ju pëlqejnë më shumë? Më thoni një film të paktën që ju pëlqen Jean Reno. Dhe pres komentet tuaja, kalofshin një mbrëmje të këndshme, ju përqafoj dhe faleminderit që jemi për bashkë.